Qëndrimi ynë ka qenë i qartë dhe nuk është një qëndrim i cili ka penguar apo pengon procesin e negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian. Vendimarrja më e fundit e tregoi më së miri që qeveria shqiptare, institucionet dhe jo vetëm, por edhe Partia Socialiste në kuvend ka zhvilluar dhe vazhdon të diskutojë dhe të dialogojë në një qasje konstruktive. Absolutisht gjithë këto vendimarrje nuk e kanë cënuar progresin e Shqipërisë, as nuk e kanë vënë në diskutim raportin e saj me drejtsinë. Dhe të gjitha këto janë thjesht aludime të opozitës dhe të atyre që në fakt e njollosin dhe e përbaltin Shqipërinë për ditë, por që për fat keq nuk ja dolën dot dhe për fat mirë ne jemi këtu ku jemi sot, jemi duke diskutuar dhe duke negocuar për t'i mbyllur kapitujt brenda kësaj dekade dhe ky është lajmi që besoj duhet t'i gëzoj dhe duhet ta pranojnë të gjithë që në fund të ditës ne bëjmë detyrat, i bëjmë me përkushtim, me shumë seriozitet dhe për këtë edhe Bashkimi Evropian na njeh progres.